Mirë mbrëma, shikus të nderuar, mirë mbrëma. Po vazhdoj me emisionin tash më të ri këtu të titulluar Fluturoj Ministri. Sonte në këtë emision do të debatojmë shumë. Sa na pëlqen ministri? Sa na pëlqen puna ministrit? A na pëlqen ministri neve, apo i pëlqem neve ministrit? Apo knoqet ministri vetë u knoq? Për të diskutuar për çështjen e ministrit, sa apo knoqet ministri, apo na po knoqem me ministrin, ftojmë në skenë pa humbur kohë ministrin e Knaçisë të Republikës së Kosovës. Ftojmë në skenë. Minister? A mujte? Si zakonisht i knaqshëm. Nga goja Po ti të knosh më një këtë. Që çfarë goja ka knaqshme. Pra ato, na jemi dëshmitar se Kosova është vendi më i varfër në Evropë, po mënojnë nga punësimi. Por bota na ka lakmi. Për shka na ka lakmi? Na ka lakmi sepse e kem shumë rrafshnolta. Kemi një ministri po doket shumë simpatik. Kemi si përfaqe të rrafshta. Kemi gjithë shka rrafsht këtë Kosovë, edhe bjeshti kemi të rrafshta. Ftojmë pa humbur kohë ministrin e rrafshit të Republikës së Kosovës. Këtë rrafsht e Kosovën të këta. Edhe minister? Ka thënë minister? Mirë shumë, fort rafshtë pas kësë të mos të e vene. Po dhe që të kjetë urdu, po do këtë e bona rafshti. Edhe shkollë t'i kem rafsh, a pishe? Minister i rafshit. Mirë se erdhe si po njësht në emisionin tonë. 2-3 fjallë. Mirë si ju gjeta, po si t'nje me këtu, ka emisioni ju e shumë i rafshtë, dhe ti shumë rafsh ka këtë gjithë. Po ta qetë në do këtë, se s'jam bashkë rafsh, po ta qetë. Zotri minister i Knaçisë. A mund të na tregoni pak në pikat shkurta, çka buan puna juaj, çka merrni? Me Knaçit ka vlova. Me Knaçi, pa mund të na Ja, po shpjegoni pak. Na kryjm punë që t'i knoqëm këtë popull, do me thonë. Shka ka të bëj për me knoq popull, na kryjm qatë punë. Na kena shtruar në rrugë që atje një lagjet Prishtinës, e qash fort jenë knoq, a përdi sa që orë një plak, i ma hollës atë më thati shka vesh, a përdi në fort jenë knoq atat. Qashtë? Po qysh qashtu, pse? Qashtu të qashtu është, unë e qitë punë e kam, vish me a bo rafsh diku, qashtu. Zotri minister i rrafshit, çka punoni? Kur gjuhiq? Jo, po menoni me shka merrni ju, çka do të punoni, çka do të na sjellni të reja. Kështu është që ministria jonë e rafshit mirët kryesisht me rafshime. Do thot, në Kosovë do ta bëjmë këtë rafsh. Po mirë, a është dosht me ardh Ivica Daqish në Kosovë, po apo jo? Po më dosh më opse nësë më orë, kena lu me to, hopa, topa. Atë shiku së nderuar Paj, shumë? ti thëmë dhe dy fjallën. Jam edhe të rikë për më knaqin a orë. Neve nuk të pëngon ardhja ati në Kosovë, sepse ashtu këtu. A i ka folë neve veç rafshja, pa shumë, po jo, rafsh. Mirë, do shkojmë pak me marketing dhe kthehemi pas pak në emisionin tonë. Jo, do shkojmë marketing, rrini këtu. Rafshor kruma e kthehemi prapë në musafir tonë. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Se kështë të knoqë. Kthehemi pas marketingut me musafir tonë të nderuar. Themi mas marketingut në emisionin tonë Fluturoj ministri. Teftuar kemi ministrin e Knaçisë dhe ministrin e rrafshit. Këj tepsi, rrafsh. Çfarë mosash do të ndërmerrni për Mosat kuqe. Ja, po menoj. Çfarë mosash do të përdorni ju që në Kosovë të ketë vend punësim për të gjithë? A, po. Si është jeni ju? Na kështu, dhe me thonë si pas analistës, i pikës pari ministria jonë ka përshëdhim këtë për të bënd knaqën. Se ju e dini edhe ata që jenë duke përnuar nuk jenë të knaqër. Dhe me thonë, mas pari këta që jenë të përnu, kina mi bot knaqën, që kur t'i shojnë këta që jenë të përnu, mi po këta që jenë të knaqën, këta që jenë të përnu edhe këta knaqën. Mas ne, këta që jenë të përnu, kina mi shdi në punë, edhe në konë kërë knaqën. E një statistikë. 100 prej 2010 edhe 2014. Pesheni ministrin, pesheni edhe vetë. Ja, 125.000.
2013, 2014, janë 125.000 njerëz pa knoqën. O zotni, Kurse? Kurse? 124.000 janë në gjendje shumë të rëndë pa knoqën. zotri minister, Edhe ministria jonë, krejt ta për një periudhë kohore të shkurt këna mi po të knoqën, krejt barë me kolegën, edhe këna mi po rafsh, edhe këna mi po krejt knoqën. Zotri minister, për derisa I kem këtë skenën politike, këta politikajt në funksion, probleme kem me këtë busqeshin, apo Po edhe këta nuk e knoqën politikajt tunë. Ja, këta janë rafsh janë. Rafsh janë këtë. Ju si ministri e rafshit, e qujmë të rafshit, qysh do të veproni për me kriju vendet të reja pune? Neve do ta bëjmë rafsh Kosovën, këtë rafsh. Qysh po menën rafsh? Qysh kështu, fillimisht strategjia jonë ministeriale, strategjia saj është që popullin shqiptar do t'i migroj, jo do t'i migroj, po do t'i qojnë përkohësisht deri në Hungari, komplet, krejt, dhe Kosovën do ta bëjmë rafsh me kumlla. Roshe kumlla po menën? Jebre rafsh me kumlla, a din kështu është. Sa është një thonje ma herët. Rafsh me kumlla dhe do ta mjellëm mjedra. Për një me kia? Pa, dhe mbrana 3 vjete, duke I shit mjedra, duke I transportuar në Evropë, Kosova do të bëhet vendi më I pasur në Evropë, kështu. Për një me kia? Jo bre, për çfarë një me për rafsh, për ta bëj për Mirë atëherë, a dalëm pak të korrupsioni. Tregomni, a ka korrupsion në Kosovë? Sa du. Mos falash të ministri. Me rafsh t'ja bëj le. Sipas disa statistika, Kosova renditet në rendin e tretë sipas nga korrupsioni. Në bota? Në botë. Ja. Spajtoj kur gjë. Kosova për ka korrupsion është e para, numër 1. Po mirë, a mundet mu... Ani noshtë, Orda minister? ani noshtë dhe ashtë të knoqë na kanë. Po, qysh bre knoq, a mundet mu hek korrupsionin në Kosovë? Jo me pëse mu jek na knoqë, u knaqë me to për shpatë. Më në knoqin a boni rafsh me tokë. Shka për ju për mëre, për reja la ile të miro. Po qysh rafsh me tokë, ti drejt që tash kje të thonë jam për korrupsion. Po dhe jam. Qysh po dhe tash po thu me luftu Po korrupsionin. dhe, po me luftu normal, që me luftu. Qysh po don me luftu, hera ne, her knej. Po dhe hera ne këne, po qitë punë e kanë vlove me ta po rafsh. Hera ne këne, rafsh kënej. Zoti minister, ju, a do ta luftoni korrupsionin? Me knacin më të modhe. Qysh me knacin ma të moti, por s'ma herë tho, po më pëlqen. Po dhe na knoqë, Qysh na knoqje tash po thu, do me luftu korrupsionin me knacin më të madhe. po dhe do ta liftoj me knacin më të modhe. O, më tranove. Ja më nuk tranova për të knoqa. Shit, Shikus të ndëruar, peshin edhe vetë, ishte knaci Ja, knaci është e jamja. që qindën thonte në këtë rafsh. Ja, ka dal, për rafsh jam une. Unë ta bëj rafsh. Peshin edhe vetë që janë të mlo as më knoq. Natën e mirë. Vazhdoni. Rafshor, kru ma shpinën. Më knoqë. Kru ma e në mirë? Sa kumur jam? Jo, tjetu kru jo. Hajse.